në trokit të dere Berishës sa herë kanë dashur, ku ka kontaktuar me familjarët, edhe me zotin Berisha, dhe pretendimet se kjo është një lojë e vjetër, e pretendimeve me Korrier, të cilët u humbet ka qenë një kënd, mora një letër për në postë dhe tuk e shkuar rrugës më humbi. A humbi e letra? Shiko, ja pra të shpikoj. Dhe në momenti kur shkon, këta takua kanë rojen e pallatit, i cili nuk e merr ka përsi për njoftimin. Dhe kush i ka penguar, sepse gjithmonë këta janë nxitur lart dhe i kanë rënë derës. E para, e dyta, edhe nëse refuzohet marrja, Korrieri bën një proces verbal ku pasqyron faktin e mosmarrjes së njoftimit dhe firmoset në praninë të dy dëshmitarëve, e kupton? Dhe ajo ka vlerën e komunikimit dhe deri më sot ky SPAK, që është një turp që hyn në këto qerfulle, sepse kjo është shumë e turpshme, e kupton që të zhvendosësh gjithë vëmendjen. Kemi një javë që merremi me fletirin e Berishës, ndërkohë Berisha është në kuvend, Berisha është në zyrën e Partisë Demokratike, Berisha është në banesë dhe këta nuk e komunikuan kanë dot. Dhe më vjen keq për atë kolegu i thotë Berisha të vej, thotë në SPAK, SPAK-u nuk është kafene që Berisha të vej, sa dëgjon televizor që thon këta duan Berishën, të vej Berisha atje. Berisha është lideri i opozitës. Jo, kështu i bie që më bën lojën e Ramës, po e mban gjallë bisedën. Duke mos shkuar, duke diskutuar më herë dhe fitire, dhe mban gjallë lojën e Ramës për qenë bisedë e ditës, më që diskutonin për çështje të tjera. Jo, shiko zoti Ktupi, nëse juve jeni mësuar që të plotësohen tekat e shokut ton Tili, e kupton sepse ai si Tili, e ke parasysh atë filmin, ai tekanjoz, e kupton që kërkon të zhvendos vëmendjen, po tash nuk e vazhdon dot më këtë lojë me fletëthirrje. Zoti Berisha është një person i cili ka qenë presidenti i Republikës, ka qenë kryeminist, është lideri i opozitës dhe në mënyrë absolute, jo vetëm që ai se pranonte vetja, po edhe në mbrojtësitë e tij ja kemi bërë të qartë dhe jemi krejtësisht të bindur që rruga ligjore dhe konfirmimi i njoftimit, ku është një proces verbal i mbajtur,